Sonte në mesnat pritet të mbyllet afati për 27 subjekte politike për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet e 7 qershorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se të gjithë kandidatët që synojnë të garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit për Kuvendin e Kosovës do të nënshtrohen procesit të verifikimit institucional. Në kuadër të përmbushjes së obligimeve ligjore që kanë të bëjnë me përshtatshmërinë apo aftësinë e kandidatëve për certifikim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të dërgojë institucioneve relevante kërkesat për verifikim së bashku me listën e kandidatëve që synojnë të certifikohen për pjesëmarrje në këtë zgjedhje, me qëllim të vlerësimit nëse ata janë në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në këtë mënyrë, KQZ ka vepruar edhe në proceset e kaluara zgjedhore. Sipas nenit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ekzistojnë disa kritere se kur mund të certifikohet si kandidat për deputet një person, shtoi zëdhënësi Elezi. Në mesin e institucioneve, nga të cilat KQZ do të kërkojë verifikim të kandidatëve, është edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Në nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme theksohet se kandidat nuk mund të jetë një person nëse është dënuar në 3 vitet e fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Andaj, për zbatimin e këtij kriteri ligjor, KQZ-ja do të kërkojë nga KGK verifikimin e listës së kandidatëve për të konstatuar nëse ndonjëri prej tyre bie ndesh me këtë kufizim. Elezi gjithashtu shtoi se procesi i verifikimit të kandidatëve pritet të zgjasë për disa ditë. Kujtojmë se vetëm gjatë proceseve zgjedhore të vitit 2025 është verifikuar pajtueshmëria mbi 8.000 kandidatëve, prej të cilëve 5.624 kandidatë të zgjedhjeve lokale dhe 2.459 kandidatë për 2 procese zgjedhore për Kuvendin e Kosovës.